Dhe këshuje. Ajde, mos më prek tash. Më ti. Do të filloj. Nuk do vashi ti. Më sot më prekësh më e. Po të prek sa më. Të prek sa. Po më shkon flokë. Më shkon flokë. Çi duar tash. Po shkon flokë. Po Andrea pse nuk e komenton Gertën që e kapi Rozanën atë balbonën peleshësh. Çat komentoj. Më thoni mua çat komentoj tani. Se ju thoni kapi Gerta balbonën peleshësh, se tani unë e di se shumë bukur keni më gjut, thoni jo ti do të po del të mbrosh Gertën. Jo, atëherë. Unë s'po mbroj askënd, thjesht po komentoj atë që pash. E gjitha kjo që ndodhi që shkak pasoj. Kush është Balbona që shkon e ka për qafe atë pa dëshirën e saj, duke lajmëruar ajo, duke thënë mos më prek dhe mos më ka për qafe. Mos më prek dhe mos më ka për qafe. I tha, ne dim shumë bukur karakterin që ka Gerta, e ka shumë të ftohtë. As nuk pjes për njëri, është shumë e ftohtë, është jashtëzakonisht e hekurt dhe nëse do të sulmoj, sulmon pa mëshirë, sepse qëllimet ajo i ka shumë të qarta në atë. Nuk do askënd, nëse jepet mundësia të nxjerrë në shtëpi, nxjerr këdo në shtëpi as nuk e nxjerr kokën e lotit, sepse janë karakteristika e një lojtari. Se fundi fare ka ardhur për çmimin e madh. Pse duhet ketë mëshirë ajo që mos të dalë Gjesi, mos dalë Valbona apo la erdhi apo terce vërtet leshe e preshi. Pra, duke ditur karakterin që ka Gerta, unë nuk e kuptoj pse shkojnë në këtë pikë provokimi të madh, sepse ajo ja kthen 100 fish, ndoshta më shumë. E kapi për flokësh, a duhet ta kapi për flokësh? Fare, absolutisht nuk do ta kapi për flokësh. Dhe çfarë duhet bëj? Maksimumi që mund të bëj, ishte shmangja e asaj në ajo gjë dhe mos agravonte debatin në atë lloj mënyre. Por kur kalon cakun, kur e di që ke 5-3 muaj, 2 muaj me atë lloj personi, 3 muaj, se po shkojnë 3 muaj me atë lloj personi brenda, që edhe kur frymon arrin ta kesh inat, ta arrin kulmin deri këtu, saqë detyrova atë ta kapi për flokësh. T'ja hapi flokësh, po Valbona tha që mi shkulli, thot, po që ja hapi flokës se i shkulli apo se shkulli nuk e ndjeva sepse e ndje Valbona aty brenda, unë nuk e ndjeva, se e pash na këtu jashtë. Por ajo që dua të them, çdo gjë që ndodh aty është kap pasoj. E kapi për qafe, e kapi për flokësh. A është i dënueshëm veprimet që bëjmë njëra tjetër? Janë të dënueshme dhe pikë mbaroj. Për mendimin tim, ndoshta duhet t'i kuptojmë pak a shumë sepse janë në kushte izolimi, aq shumë sa që s'kan ku të mbajnë më, nëse u duket një fjalë vogël u bëhet mizabull aty, e ka të drejtë sepse normale, janë nuk din asgjë se çfarë bëhet me jetën reale, pra janë ftohur nga jeta reale, nga të qenit njëri, thjesht kanë objektimin e vetë është loja, si të bërtasim, si të sulmojemi, si të zgjidhim, degenerohemi, të ofendojmë njëra tjetrën, si për të kapur primin. Kështu që, për mendimin tim, për sa i përket kësaj sjellje, për mua është pahishme komplet. A ka faj, kush ka faj, e gjitha ishte shkak pasoj. Nuk mund të them ka faj Valbona ose nuk mund të them s'ka faj Gerta. Di them që në këtë sjellje, që arriti në këtë pikë, ishte sjellja e Valbonës, por kundërpërgjigjja që bëri Gerta ishte përsëri e pahishme. Janë 2 gra, njëra është nën, njëra është femër e rritur, janë femra televizioni dhe është shembull më i keq që mund ta shikoj dikush një njeri apo një njeri tjetër jashtë televizionit. Ai çatë që mirë pafshim.